Mirlind Daku ka shënuar sot ndeshjen e tij të parë si titullar në radhët e skuadrës së Spartak Moskës, duke u bërë menjëherë protagonist të një suksesi i saj. Ekipi i ri i Dakut luante në transfert përballë Baltika dhe futbollisti i kombëtares shqiptare la gjurmën e tij në minutën e 20 të ndeshjes. Ai nisi një asist perfekt për Ugalde, i cili shënoi kësaj golin e avantazhit për skuadrën e Spartak Moskës, duke falenderuar menjëherë sulmuesin shqiptar. Sulmuesi luajti të gjithë ndeshjen e plot, me Spartak Moskën që në fund triumfoi me shifrat 2-1, duke u kthyer në vendin e tretë në renditjen e kampionatit, pas 4 javësh të luajtura. Mario Mitaj ka regjistruar një asist që në ndeshjen e tij të parë zyrtare me fanellën e Genoas, ku u transferua gjatë kësaj vere. Mbrojtësi kombëtares shqiptare ka lënë shenjën e tij në Kupën e Italisë, në duelin mes Genoas dhe Askolit. Edhe pse sfida luhej në fushën e skuadrës së Serie A, ishte Askoli që kaloi pari në avantazh, duke befasuar vendasit. Gjithçka po ecte në favor të kësaj skuadre, derisa erdhi minuta e 42, kur trajneri De Rossi ngarkoi Mitajin të harkonte këndoren nga e majta. Harkimi perfekt i tij gjeti Markandali, i cili me kokë mposhti portierin kundërshtar dhe barazoi shifrat. Më pas, skuadra e Genoas shënoi një tjetër gol, duke mbyllur në avantazhin 2-1 pjesën e parë, ndërsa Mitaj u ndërrua në pushimin e sfidës nga De Rossi. Armando Brocha e ka nisur këtë edicion në Championship me fanellën e Burnleyt si zëvendësues, por ka qenë protagonist në barazimin e rëndësishëm 2-2 që skuadra e tij mori përballë West Ham. Brocha hyri në fush vetëm në minutën e 76, ku shifrat ishin 2-0 për ekipin mik, që dukej në kontroll të plot të ndeshjes së javës së parë. Por pikërisht në një pasim i Broshës erdhi penaltia që rihapi takimin, me Fleming që e ekzekutoi saktësisht, duke ndezur edhe një herë atmosferën dhe një sherr të vogël pas saj, ku u përfshi edhe sulmuesi shqiptar. Në minutat shtesë të ndeshjes erdhi edhe goli i dytë i Fleming, që vullosi një barazim 2-2, i cili dukej si një fitore për skuadrën e sulmuesit shqiptar, që duket se mund të ketë minuta në fush edhe me trajnerin e ri. Kazim Laçi e ka nisur me këmbën e mbar këtë sezon në Superligën turke, ku është pjesë e ekipit të Rizespor. Mesfushori i kombëtares shqiptare, si zakonisht titullar në radhët e skuadrës së tij, rezultoi vendimtar në suksesin 1-0 të siguruar në fushën e Konyaspor, në ndeshjen e javës së parë të kampionatit, ku ekipi i tij lufton për të qenë pranë zonës së kupave të Europës. Pasi gjyqtari akordoi një penallti në minutat shtesë të ndeshjes, ishte pikërisht Laçi, ai i cili u caktua të ekzekutonte, dhe mesfushori e bëri atë në mënyrë perfekte, duke çuar sferën atje ku portieri nuk mund të mborinte, por t'i vënë avantazhin ekipit të tij në minutën e 97. Në sezonin e kaluar, Laçi ishte autori 7 golave dhe 9 asisteve në Superligën turke, duke u bërë një nga lojtarët më të spikatur të ekipit të Rizespor. Legjenda e Spartak Moskës, Valeri Kechinov, ka dhënë një vlerësim pozitiv për transferimin e sulmuesit shqiptar Mirlind Daku, duke shprehur bindjen se sulmuesi i kombëtares mund të ketë ndikim të madh te skuadra ruse. Në një intervistë për Match TV, ish futbollisti i Spartakut e ka cilësuar transferimin e Dakut si një përforcim që zgjidhte një prej nevojave kryesore të ekipit në repartin ofensiv. E kam thënë tashmë se na duhej të forconin pozicionin e qendër sulmuesit. Blerja e Dakut e zgjidhi këtë problem. Jam i sigurt se Mirlindi do të jetë një ndihmë e madhe për Spartakun. Është e vështirë të thuhet saktësisht se sa gola do të shënoj, por te Spartaku jam i sigurt se duhet të shënoj shumë më tepër se sa shënoi te Rubin Kazani, deklaroi ai. 52 vjeçari është një prej emrave të njohur të historisë së Spartak Moskës. Ai e veshi fanellën e klubit nga viti 1994 deri më 2001. Duke u shndërruar në një prej figurave të rëndësishme të skuadrës gjatë asaj periudhe. Ndërsa rikujtojmë që Daku i u bashkua Spartak Moskës më 6 gusht, duke u transferuar nga Rubin Kazani për rreth 11 milion euro. Julian Shehu ka regjistruar sot asistin e parë për këtë sezon në kampionatin polak, ku prej vitesh vesh fanellën e ekipit të Widzew Łódź. Në ndeshjen e javës së katërt ndaj Korona Kielce, ishte pikërisht një devijim me kokë i mesfushorit të kombëtares shqiptare, ai që solli edhe golin e avantazhit të shënuar nga Kapuadi. Por më pas, 2 gola të shpejt të realizuar nga miqt që në pjesën e parë bën që ndeshja të mbyllej me fitoren e Korona Kielce,
duke shënuar humbjen e parë për Widzew Łódź në këtë kampionat. Në minutat e fundit të sfidës, në radhët e Widzew Łódź u aktivizua edhe mesfushori Lindon Selahi.